Lëvizja vetëvendosje ndryshe nga partitë e tjera parlamentare këtë vit ka vendosur që të garojë në koalicion me parti të tjera në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Për dallim nga herët e tjera, kur në listë vetëvendosje përfshiheshin kandidatët e partisë Guxo dhe Alternativa, në këto zgjedhje është vendosur për koalicionin Lëvizja vetëvendosje. Ky koalicion, përveç partisë Lëvizja vetëvendosje, Guxo dhe Alternativës, ka edhe parti shqiptare demokristiane. Lajmi është konfirmuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Për dallim nga Lëvizja vetëvendosje, partitë e tjera parlamentare, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës e Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës kanë vendosur të hyjnë si të vetme në këtë garë. Në garë si e vetme këtë herë ka hyrë edhe Nisma Social-Demokrate e Fatmir Limaj, që në zgjedhjet e fundit ishte pjesë e koalicionit me Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, por që u ndan pas zgjedhjeve të nënshkurtit. Paraprakisht, kjo parti nuk kishte kaluar pragun prej 5%. Në këto zgjedhje janë paraqitur edhe dy koalicione të tjera partijake. Sipas rregullave, koalicionet janë të pashkëpuqshme deri në përfundimin dhe certifikimin e zgjedhjeve. Gjithashtu, partitë që lidhin koalicion nuk mund të përfshihen në lista të tjera e as të garojnë në një listë të veçantë. Deri në 7 dhjetor 2025, subjektet politike, partitë politike, koalicionet, nismat qytetare dhe kandidatët e pavarur duhet të aplikojnë për certifikim, duhet të dorëzojnë përmes platformës listat e tyre me emrat e kandidatëve për deputet në zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës, të përcaktuara në 28 dhjetor 2025.